Dera e dyqanit ku punonte vëllau i tij mbeti e mbyllur që nga dita kur u vra nga forcat serbe në masakrën e Mejës në Gjakov. 27 prilli i vitit 1999 ishte ditë e kopshme për Gjok Sokolin, i cili humbi 4 vëllezërit dhe nipin e tij 17 vjeçar. Sokoli, autori i librave që dokumentojnë krimet serbe në Kosovë, ka kthyer dhimbjen e tij në kujtesë. Ai me mundësitë e tij ka krijuar një muze ku ruan kujtimet e mira dhe ato më të hidhurat. Brenda muzeut të tij ruhen veshje tradicionale, instrumente muzikore e uniforma ushtarake. Dhe jo vetëm, me të rikthyer në shtëpi pas luftës, ai u has edhe me gjurmët e krimit serb. Municion, gëzhoja, thika, lidhëse plastike dhe shiringa janë vetëm disa nga dëshmit e krimit serb ndaj shqiptarëve që Sokoli i gjeti në shtëpi. Prej vitit 1999, prej lufte, më erdhi frymëzimi t'i ruaj, ta bëj një muze për me rujt gjonat e luftës. Kur jam ardhur në shtëpinë time, i kom gjetë qëto shka janë qëtu gjonat policisë e të ushtrisë si kanë lënë municion. Këtu në shtëpinë teme s'paku 20 vetë janë vëra. E tash që ato gëzhoje, mbetërinat, municionet, aty unë krejt i kom mbledh. Edhe shka është ma e çuditshme, kur jam ardhur i kom gjetë shpricat, edhe i herë më ka shku mendja. Qëta 2 shprica i kom gjetë, kom menu si ku shosmu, ka marrë gjilpona. Kur e kom vrejt, si para se me mytë kanë marrë drogu, me shpricë, me këto ju kanë lidhë durët. I rënduar nga humbjet, ai shpreh zhgënjimin për mungesën e dokumentimit të këtyre ngjarjeve, të cilat në mendjen e tij mbeten ende të kthjellëta si loti. Edhe serbët e kanë bo për Kosharën, e kanë bo i farë dokumentari, e për Qakën, e për të gjitha, e ne si jemi në gjenje me bo një film, e një dokumentar për të në këto viktima. Kjo shumë më mundon, se unë vet e kom brumin, për jetimin, vet jam roman, se jam dëshmitari i ngjarjes. Rrëfimi i tij sjell edhe pyetjen si i shpëtoi ai fatit të vëllezërve. Edhe unë fati si shkova një orë përpara, mirë po në rrugë e kom pa kolonin, kom pa familjen, mi kishin marrë edhe gjonat, teshat mi kishin marrë për me shku për Shqipni. Edhe ko ardhë një pizgaveri policisë, të mi kanë lidhë 2 durët, ku të me shku ti, thash, e kom nonën, s'mu isha mi thonë si na i kanë vëra vllaznit. E djegë shpijat, thash nonën nuk ka mundet me hesë, du me shku, thash, me shku edhe unë për Shqipni. Mi kanë lidhë 2 durët, më kanë qitë në do gropa, edhe prej slekti më kanë qitë një refall automatiki, unë s'kom lujt 2 orë që ti. As një plumë së më ka marrë. Sokoli nuk e ka ndërmend të ndalet vetëm me botimin e librave që dokumentojnë krimet serbe në Kosovë. Ai synon që shumë rrëfime të tjera t'i çojë edhe më tej drejt realizimit të një dokumentari, me shpresën që e vërteta të marrë zërin dhe vendin që meriton.